Kur Ertan Fuga deklaronte një muaj më parë në Asamblenë e Akademisë së Shkencave se abuzohej me projektet, kreu i saj Skënder Gjinushi shpërtheu në akuza duke folur për brocshkolla. Por në fakt, faktet tregojnë se që kur ai u emërua në krye të institucionit në vitin 2019, kjo akademi është kthyer në një çerdhe vjedhjesh dhe maskarade. Kontrolli i lartë i shtetit ka kryer një audit për periudhën 2019-2023, periudhë kur Gjinushi ka drejtuar mandatin e parë akademinë. KLSH ka zbuluar detaje sa u takon projekteve dhe milionave që i aty. Nëse shohim të dhënat e KLSH-s, rezulton se janë shpenzuar miliona e miliona lek për projekte që nuk i hyjnë në punë kujt. Akademia ka shpenzuar 240 milion lek vetëm për një studim mbi përhapjen e COVID-19. Po ashtu ka dhe projekte të tjera që kanë të bëjnë me mjaltin, kumbullat e të tjerë. Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk ka siguruar një menaxhim të përshtatshëm të veprimtarisë lidhur me projektet e kërkimit shkencor. Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk ka hartuar një plan strategjik zhvillimor institucional, i cili do duhet të shpaloste qartë misionin dhe vizionin e tij, të mundsonte përparësitë strategjike, menaxhimin e burimeve, vlerësimin e performancës si edhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies. Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk ka siguruar një menaxhim të duhur të dokumentimit të veprimtarisë lidhur me projektet e kërkimit shkencor, duke qenë se mungon një rregullore e qartë për mënyrën e organizimit, orientimit dhe përcaktimit të kritereve që duhet përmbushin projektet e propozuara. Gjithashtu rezulton se nuk janë përmirësuar metodikat dhe udhëzuesit mbi programimin, shpalljen e thirrjes për projekte, realizimin, financimin, kontrollin e brendshëm dhe transparencën mbi monitorimin e projekteve kërkimore shkencore, shprehet kontrolli i lartë i shtetit. Sipas këtij të fundit, Akademia e Shkencave të Shqipërisë nuk ka një rregullore të qartë e të plotë mbi kriteret teknike që duhet të përmbajnë projektet e propozuara për aplikim. Udhëzimi numër 1, datë 27/2/2023, miratuar nga Kryesia e Akademisë së Shkencave për përcaktimin e modaliteteve dhe miratimin e shpenzimeve të projekteve, sipas statutit dhe ligjit për Akademinë e Shkencave nuk përmban kritere teknike që duhet të respektojnë projektet e propozuara. Ky udhëzim nga vetë emërtimi dhe nga përmbajtja e tij përcakton modalitetet lidhur me shpenzimet e projekteve, por jo me formatin e aplikimit të tyre.